Kemi një telefonat tjetër? Në Roma është. Në Roma. A është gjëna me majtë qenë për shpe. Po e qartë. Mbajtja e qenit do të thotë në Islam duhet jetë e qartë se në qoftë se kemi arsye të madhe për të na ruajtur shtëpinë, do të thotë suneruan shtëpinë, duhet dhe qeni me pas me ruaj shtëpinë me lajmërues se po i hani. Apo e kemi për të na ruajtur bagtin, sikur që janë qenë të sharit për shembull që dalin dhe i ruajnë bagtit nga ujqit e kështu me radhë, ose është për gjyeti. Qenë, zagar, a kemë për gjyeti e kemë atë. Lejohet me mbajt në obar. Por në qoftë se nuk kemi arsyen për këtë, ti kushtet ka herë, për maj vëllë ki qenë për shpi. Ai matësën së në largan, ai qenë. I vogël, nuk njet lehe ati kërkun. Ku më në ki qenë për shpi? Atë kemi kujdes. Është ndaluar me majtë qenë shtëpi pa këtu arsye. Në qoftë se s'janë këtu arsye që përmena, atër është ndaluar me majtë qenin. Në vend që ti po i shoh do i majnë do qenë të racave pak duken të bukura kështu me radhë, ata s'janë për mënyrë të kurrë. I majnë për shtëpia nga se ka pasën të përëndim i majnë, në për filme i majnë, kjo është ndaluar rëpsisht. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se me lajket, që Allah i dërgon me u kujdes për neve, me nasil bereqet, me narut nga të këqijet e shejtanëve, këto me laqe nuk futën në shtëpinë e ati që ka qenë, edhe fotografi, në mur. Ati me laqe nuk futën, atë kemi kujdes. Andaj në esencë, qeni është ndaluar të mbahet në shtëpi. Përveç, në qoftë se kemi me arsye të madhe që pa te nuk mundemi për shembull me u kujdes për shtëpi, ose bagtin ose të gjyeti sikurse e përmenda Allahu edhe në mas miri.